Tema e abuzimeve seksuale me fëmijët në kish ka zgjuar vëmendje shumë të madhe në opinion. Më trego cilat janë reagimet në Gjermani? Vëllëza, Gjermania vërtet ka qenë e shokuar me përmasat e dhuna seksuale ndaj fëmijëve në kish, por jo vetëm Gjermania, sepse konferenca 4 ditore në Rom, të cilën e përmende ti, e ftuar nga vetë Papa Francesku, e ka konfirmuar të vërtetën e tmerrshme se dhuna seksuale ndaj minorenëve ka ekzistuar dhe ka pasur në të gjitha kontinentet dhe në shumicën dërmuese të vendeve të botës. Të dhëna të sakta për numrin e abuzimeve me fëmijë natyrisht nuk ka dhe me siguri që nuk do të ketë kurrë, sepse ekziston frika se shumë autoritetet të kishës janë përpjekur dhe po përpiqen ta zvoglojnë këtë skandal. Kjo është parë edhe në rastin e Gjermanisë, sepse në verën e vitit të kaluar është publikuar një studim 500 faqesh ku thuhet se prej vitit 1946 deri në vitin 2014 në kishat gjermane janë shënuar të paktën 3677 raste të abuzimeve seksuale me fëmijë të kryera nga të paktën 1670 priftërinj. Mirë po, menjëherë janë përhapur dyshime se këto të dhëna mund të jenë edhe më të larta, pra se për fat të keq nuk janë të sakta, pasi që janë paraqitur edhe raste të tjera të cilat nuk janë të përfshira me këtë studim. Pra këto janë kryesisht reagimet në Gjermani dhe të dhënat nga Gjermania. Po, në opinion si është pritur ky studim? Çfarë kanë ndërmarrë në fakt autoritetet e kishës gjermane për zbardhjen e këtyre krimeve në përgjithësi? Vëllezër, njerëzit që shikojnë këtë paraqitjen tonë dhe komunikimet tona me siguri që ju kujtohet që pak a shumë kemi trajtuar edhe një herë këtë rast dhe kemi paralajmëruar se do të ndërmerren masat. Siç e thash, opinioni gjerman është vërtet i shokuar, ndërsa besimtarët janë tepër të zgënjur. Abuzimet e këtilla kanë rezultuar me shtimin e numrit të besimtarëve që janë larguar nga kishta. Pra, brenda një viti, nga viti 2016 në 2017, nga kisha katolike dhe protestante janë larguar rreth 700.000 antar. Ky është numër natyrisht i madh, po duhet kuptuar se antarët të kishës në Gjermani ka diku rreth 45 milion. Brenda një viti, pra ka ndodhur të gjitha këto lëvizje. Abuzimet seksuale me fëmijë nuk janë thënë shkaku i vetëm, por me siguri që janë ndër shkaqet kryesore për zvoglimin e numrit të antarëve të kishës. E autoritetet kanë mbajtur në shtator, autoritetet e kishës, pra të vitit të kaluar kanë mbajtur një konferencë në Faluda me qëllim zbardhjen e këtyre krimeve të rënda dhe vendosjen e bazës për përmirësimin e gjendjes, por ky do të jetë me siguri një proces shumë i gjatë dhe i mundimshëm. Bari, çfarë thuhet apo si vlerësohet fjalimi i Papës në konferencën e kaluar në Rom, pasi që edhe ai vetë ju ka shpallur luftë krimeve të tilla brenda kishës? Ky është edhe shkaku në fakt se ka thirrë vetë Papa konferencën për datën 21 deri 24 në Rom. Në fund të samitit 4 ditor në Rom, Papa Francesku ka mbajtur një fjalim shumë të rëndësishëm dhe shumë të fuqishëm për tmerrin e abuzimit seksual me fëmijë, pastaj për anët e errta dhe kriminale të internetit që nuk duhet harruar dhe për turizmin seksual. Analistët gjermanë thonë se vendi më i mirë për një fjalim kaq të fuqishëm do të kishte qenë në fakt OKB-ja, ku e gjithë bota do të alarmohej për domosdoshmërinë e mbrojtjes edhe më të mirë të fëmijëve. Por fjalimi i Papës ishte vërtet i fuqishëm me mesazhe kundër dhunës dhe me vendosmëri për zbardhjen e krimeve. Papa e ka planuar hapur se Vatikani është tepër i ngarkuar kohët e fundit me këto skandale të keqpërdorimit seksual të fëmijëve. Ai tha se keqpërdorimi seksual brenda kishës është skandaloz, ndërsa priftërinjt që i kanë këto krime i quajti ujq të tërbuar dhe të pashpirt, vegla të satanit. Papa beson se kjo krizë globale e kishës mund të tejkalohet vetëm me bindjen e plot të besimtarëve dhe mbështetjen e Zotit, por kriminalët me siguri që nuk ja varen edhe tepër fort besimit, ndaj ata duhet të përballen jo vetëm me këto dënimet morale, por edhe me gjyqin natyrisht. Bari, ka eventualisht edhe nga për përmasat e abuzimeve seksuale në përgjithësi në botë? Flëns të dhëna të sakta nuk ka dhe me siguri që nuk do të ketë kur, por konferenca dëshmoi se viktimat të dhunës seksuale në kisha ka pasur në Europë, Azi, Amerikë, Afrika, Amerikën Veriore, Jugore, në fakt në të gjitha kontinentet dhe në të gjitha skajat e botës. Pra këto ditët paraqitur një raport edhe për abuzimet në Poloni, madje e cila konsiderohet si një prej vendeve më besimtare. Shifrat e sakta të abuzimeve nuk do të dihen pra kur, në veçanti kur dihet se ende ekzistojnë dyshime për vazhdimin e abuzimeve edhe sot e kësaj dite. Pra para kishës gjendet vërtet një detyrë shumë e rëndë. Nëse duhet bëjmë një lloj bilanci, çfarë nxorri në pak kjo konferencë katërditore, cilat ishin rezultatet kryesore?
Fund i një gënjeshtre të zgjatur. Kështu e kemi komentuar ne analistët në Deutsche Welle bilancin e kësaj konference 4 ditore. 4 ditët e konferencës në Rom dhanë fund gënjeshtrave të besuara gjatë se në këtë vend të shenjtë nuk ka keq përdorime dhe abuzime të llojit, vërtet më të ulët. Tani më askush në botë nuk mund të thotë se dhuna seksuale ndaj fëmijë ka ndodhur në ndonjë vend tjetër apo në ndonjë rajon tjetër, sepse këto skandale kanë përfshirë kishën në mbar botën. Konferenca nxorën e pas se shumë kisha janë përpjekur të fshehin këto krime, të cilat kanë lidhje të drejtë për drejta me keqpërdorimin e pushtetit dhe dhunës seksuale ndaj minoranëve. Çështja e dëmshpërblimit të viktimave nuk është shtruar fare. E kjo do të ishte me rëndësi, sepse në këtë mënyrë do të sugjerohej shumë qartë se kisha është e gatshme të kërkojë falje nga viktimat, pra nuk është në çështje vetëm dëmshpërblimi financiar, po edhe moral.